Bismillahirrahmanirrahim. Çdo punë të mirë të cilën e bën besimtari, sevapin dhe shpërblimin e asaj vepre të mirë e ka nga 10 deri në 700. Dhe kjo varësisht nga njeti i personit në kryerjen e veprës, varësisht nga sinqeriteti i tij, varësisht nga perfeksionizmi i veprës e kështu me radhë. Dhe kur jemi tek agjerimi, një pjesë e shpërblimit sqarohet dhe kjo me hadithin e transmetuar nga Ebu Huraira radiallahu anhu, në cilin i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka thënë: kush e agjeron Ramazanin me iman në Allahun dhe me shpresë në shpërblimin e tij, do t'i falen gjunahet e kaluara. Pra, falja e gjunaheve është një pjesë e shpërblimit të cilin e fiton agjeruesi i Ramazanit. Ndërsa shpërblimi final, shpërblimi i plot dhe shpërblimi më i mirë nuk është i njohur dhe nuk është i ditur për ne, dhe për këtë bazohemi në hadithin kutsi në cilin Allahu i madhruar thot: çdo punë të cilën e bën i biri i Ademit, ajo është për të, me përjashtim të agjerimit, ai bëhet për mua dhe unë shpërblej për të. Pra, në bazë të hadithit kutsi, kuptojmë se shpërblimi final për agjerimin e Ramazanit nuk është i njohur dhe atë shpërblim e din vetëm Allahu i madhruar, dhe atë shpërblim do t'i adhuroj agjeruesit në ditën kur ai do të dalë para tij.